se si ata kanë punuar dhe ata shkatruan dy parti të mëdha. Po që ndodh me këtë se po ishin pendito pasir. Ne kemi dosje të përbashkëta me Italinë. Edhe ishin pendito. Tani, do të them diçka. Eko Tirana është një nga çështjet që është një biznes i Bashkisë Tiranës, 49.51% i Bashkinë e Veronës. Pjesë e këtij biznesi në Itali u hetua, u arrestuan drejtues kompani sepse kishin lidhje me ndragetën. U arrestuan, u sekuestruan, u dënuan. 29% që italianë ishte ndraget. 51% që shqiptarë atëli i bardh. Kjo është, s'ka vend kundëri. Marrë dosje tjetër, prapë nga Italia, me antimafian, edhe kjo. Është ndrageta për ca kulla në Tiranë që janë bërë këtu, 180 milionë euro. Në Itali, prapë lidhje me ndragetën, arrestime, sekuestrime, konfiskime, dënime. Dhe një nga dënuarit është prapë një biznesmen shqiptar, pjesë e këtij grupi, që ka garantuar lejet të Bashkisë Tiranës, i dënuar me 7.2 vjet në apelin e antimafisë italiane në formë të prerë, këtu që nga viti 2020 zero. Pse hollohen dhe dështojnë dosje këtu, kur e njëjta drejtësi me materiale e kanë argjusën gas, me kanë ardhur provat pothuajse të qëruara? Pse këtu rrjedh dhe atje jo? Total merit është se Shiko, në këtë ndosje konkrete, një është procedimi 17/2020. Që gazetar, Basish gazetar i vjetër kronike, një shumë mirë atë pjesë. Unë di them këtë gjë, vizita që do bëj tani është vizita e parë zyrtare që nga marrja e detyrës së kreut të ri të SPAK-ut. Vizita e parë kjo, vizita e parë zyrtare. Është vizita e parë zyrtare i kreut të ri të SPAK-ut, zotit Klodian Bravo. Ndoshta ngarkesa e ngjarjeve e ka. Unë mendoj që sa herë këta shkojnë me informacionet që marrin, ose ajo çfarë të tre, se kjo është ndjes Almer. Kanë shkuar të tre drejtuesit, ëh? Dhe unë shoh emergjencë, ku janë tre drejtuesit atje. Atëherë, unë mendoj që shkojnë tre në këto nivele është emergjencë. Është tre drejtues të shteteve dalin një herë jashtë, kushtetua thotë njëri duhet rri brenda. Unë mendoj që aty ka shumë çështje sensitive që amerikanët janë interesuar që zoti Bravo atje më shumë se një vizitë ftese atje do të kërkojnë llogari për punën deri tani. Unë mendoj që zoti Bravo do të raportojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës një për çështjen Balluku. Se çfarë po ndodh me faktin e çështjes Balluku. 2, është çështje ku amerikanët janë shumë të interesuar. Është çështja e portit të Porto Romanos, ku vetëm një sekondë. Ora rruga Arabe, ja ku kemi denoncuesit në SPAK këtu. Kemi në tavolinë. Amerika atë. Po pse mo? Duhet shumë mirë apo, ëh? Dhe duhet përgëzuar për këtë. Po mi ku janë këta institucionet edhe që e dinë që aty është bërë batërdie? Sot edhe tunel. Po them që shumë ka disa ambasada që kanë thonë mos kalojnë në tunel. Ne se do shembet. Po kjo është 100 milionë euro aty. Ashtu është. Ndjes, duhet ta përmendjes sepse e di që e ke bërë të shumë mirë. Unë di them këtë gjë. Aktualisht, më thon, çështje që i përmendi Basiri janë në herë pas here Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe kur bën mesazhin për zgjedhjet, edhe kur bën mesazh urimi për Shqipërinë për festën e nëntorit, festën e flamurit, gjithmonë përmendin luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit të organizuar. Ata këta e kanë çështjen kryesore të drejtësisë dhe involvimit që do t'i bëhet përmjet strukturës së posaçme në këtë interesit amerikan. Tani, unë mendoj pse këto janë dy çështje të rëndësishme porti i Porto Romanos dhe çështja Balluku, sepse amerikanët kanë interes drejt për drejt lidhur me portën hyrëse, me portën hyrëse të Ballkanit në një port kaq decisiv siç është porti korridori 8 siç është porti i rëndësisë veçantë jeshtë NATO. Tani aty mund të ketë çështje edhe për çështje politike që mund të ketë interes. Por edhe siguria kombëtare bashkë. Por unë mendoj që tashmë zoti Braho ka një lloj qartësie në veprimet që do kryej sepse që nga momenti i zgjedhjes ka qenë njeriu i mbështetur hapur nga amerikanët. Bën sekuestro për atë, sekuestro të dosjet materiale. Pra, është njeriu që amerikanët e kanë sponsorizuar që nga dita e parë. Zoti Bravo nuk e tregj vëmendjen ndryshe nga domani nga vetja. Zoti Bravo e lë që të kryejnë prokurorët punën. Zoti Bravo e shpërndan punën që prokurorët të marrin të kenë përgjegjësinë dhe kohën e tyre që t'i japin fund të finalizojnë. Ndërkohë, marrëdhënia e ngushtë që kishte domani me jurikimin e kthyen ato në hero. Derisa mori zoti Bravo ka qenë zyrtarisht, ka marrë nga departamenti i shtetit. Në takimin e parë që bëri me prokurorët pas zgjedhjes, ku tha që duhet të shkundim dosjet e vjetra. Pra ishte një kujtesë me shumë peshë, parsye se dosjet e vjetra janë ta ska henkros që flen aty dhe ka personazhe politik, të drejtësisë, të biznesit, të medias që janë aty. Foli edhe për pasuritë. Dhe kjo është ka diçka që duhet ta themi. E para, nëse zoti Bravo shkon në Amerikë dhe jep llogari, kjo nuk është një gjë e mirë. Po pastaj nuk ka përse kuadër bashkëpunimi, s'është? Në kuadër bashkëpunimi dakord, po. Ata janë investitorë, apo paguajnë, Amerika paguajnë paratë. E dyta ka një gjë.
Shtetet Bashkuara të Amerikës se kanë ndryshuar fokusin e tyre. Dhe nëse mund të ketë në një porosi, nuk është porosi që godisni qeverinë ose jo. Jo, bëni detyrë në kuadër ligjit. Nëse flasim në Ballkan, kartelet e drogës në Amerikën Latine dhe Shqipëri. Zoti Rama është në liderët për momentin dhe më të afërtit me administratën e re Trump. Nuk e kishte kështu, e ka rregulluar me kohë. Nga që ka 0 takime, ka ardhur rezulton shumë asnjë s'ka takime. 0 takime. Në rajon asnjë s'ka takime. Kanë shkuar deputet në Departamentin e Shtetit, por s'kan pasur. Jo, po Rama ka shkuar atje, po s'kan deputet të gjatë. Po Trumpi ishte. Të majtë gjatë. Po vajti Rama ishte me Trump. Departamentin e Shtetit. Afirmosën bordin e pajisë. Jo, nuk ka firmos, ka firmos Spiropali, Rama shkoi në takimin e dytë. Po vajti të takimin. Ore, nuk ka lidhje bordi i paqes, u harrua Arbër. U harrua iku mbaroi bordi i paqes. Mar-a-Lago dhe Departamenti i Shtetit nuk kanë një gjë. Pra, si janë një gjë? Ore zotëri, ky është president që e ka privatizuar komplet mbasi. Nuk janë një gjë. Po si janë do ta trajtojmë presidentin e Amerikës dhe sigurisht kryetari i Partisë Demokratike. Jo, duhet të themi disa gjëra si janë. Sigurisht shefi i opozitës së Amerikës. Jo, duhet të themi disa gjëra si janë. Nëse themi që interesi kryesor i amerikanëve kush është? Po tani kur i thanë që është një klon unisorë, se nuk besoj se ishin atje. Se kanë thënë asnjëherë. Nuk ka qenë asnjëherë. Ka qenë thashë them informativ. Jo. Asnjëherë s'ka. Ka qenë referencë me amerikanë. Është e pavërtetë. Referuar shefes kabinetit Më beso, deklarata publike nuk ka patur. Atëherë, unë kam shkuar deri në fund verifikimit, nuk ka patur gjë. Se shpik lajmi. Dhe mund të ketë patur, po Arbër. Po kjo nuk është zyrtare, miku. Se shpik lajmi herë dytë, erdhi vajza Trump dhe erdhi djali Trump. Jo, më lëre një gjë, do ta qetësoj unë Arbrin. Sa të jetë Susan Wiles në kabinetin e zotit Trump, s'ka për të atakuar asnjëherë Donald Trumpin dhe administratën Trump. Në kuadër të një emergjence kombëtare botërore dhe një rivaliteti midis Europës. Ja pra që ka përjashtime. Po jo pra, përjashtime. Në ka një gjë, në përjashtime është zgjedhur dhe Bashkimi Fillon kryeministri. Po flasim tjetër gjë. Në marrëdhënie zyrtare në kohë normale nuk ka Rama asnjë bashkëpunim zyrtar zotëri. Jo, ka gabim. Ka pritur kryeministrin, ka pritur presidentin në Shqipëri. Si Trumpin e ke vitin tjetër në Shqipëri. U bë sepse është samiti i NATO-s. Thuaj që vjen për ja do ta them. Regjistroje, Keli Bashani, Rama nuk vjen vitin tjetër në Shqipëri. Baz publik me Arbrin. Më fal. Trump nuk vjen vitin tjetër në Shqipëri. Baz publik. Po shvendosë Trump, po shvendosë samiti. Nuk do jetë më, jo. Trump nuk do jetë në Shqipëri. Unë deri tani po jap informacione, jam shumë i kujdesshëm, po jap informacione zyrtare. Tani nëse Almeri unë kam burim. Ka burime në shtëpinë e bardh. Unë po ta them, Trump aksidentalisht këtu sepse duhet të ishte te bordi i CIA ose i NATO-s. Nuk jam ka një gjë. Mjafton të njohësh kanalet politike. Të njohësh marrëdhëniet diplomatike. Mjafton të njohësh marrëdhëniet diplomatike. Për Belindën i kanë dalë informacionet. Po i doli edhe për Trumpin, po ta them mund do dal publikisht do them ky është i dërguar i amerikanëve pas zotit Spartanier. Ka një gjë. Shiko, është shumë e bukur ironia, por do të themi gjë. Në këtë rast mjafton të njohësh. Po të doli ta premtojmë. Dhe baz publik. Unë nuk kam asnjë lidhje zyrtare me amerikanët, por mjafton të kesh logjikisht, të kesh mendje në punë, të njohësh marrëdhëniet e Ramës se si janë, në çfarë gjendje janë, dhe marrëdhënie zyrtare me dy shtetëve që fatkeqësisht janë marrëdhënie jo normale, jo funksionale me dy administratave, është për të ardhur keq dhe kjo nuk e bën Trump Anglin, po sulmon Anglin nga mëngjesin darkë, mos sulmoi papën. Ka një hoq. Ai është perandori popullit, ai është më i fuqishëm dhe mund të bëjë çfarë do të deklaratë. Në hyrjen në Hungari, u zgjedhet Orbán. Ka një gjë, do t'i themi gjë si çfarë. Lëvizjet e Trump, lëvizjet e Trump nuk kemi të fundikuar. Trump me Shqipërinë ka zero marrëdhënie. Presidenti i Izraelit, se ma kujtoi Basiri, i tha fale, i tha Netanyahu dhe presidenti nuk ja fali. Arbër. Ja pra që kanë gjatë të rimor. Janë porosia ndryshe. Kjo jam bravo atje. Agent profesor i Shqipërinë mos shikoj. Nominata porosit. Po ka një gjë. Nëse Trump, un po them një gjë. Mos vrapojmë shumë. Me atë sjellje dhe në atë qasje që ka Trump, që është një personalitet i fortë, kontroversë gjitha, nëse do kishte kaq problem kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, nuk do ta linte të bien dhe dhëndrin e tij njerëzit më të afërt të darkonin me Ramën. Lobimi thuati.
të darkonin me Rama. Presidenti Trump është sinjal shumë i fortë, sepse Rama është quajtur Ramaduro. Kalojmë te bravo. Është quajtur Ramaduro, narkoshtet. Tani ai është si po të marr fjalë të opozitës, jo të kolegëve këtu. U shpik nga opozitës për të minimizuar mos prezencën në summit. Po si kjo histori. Tani, është gjë konkrete apo si? Nëse vëmendja amerikane është si të takonte Maduro, të darkonte vajza e tij me Maduro. Atëherë, unë ja pra do të bëj fal Obasir, ti bëj një sfidë arbrit. Si ka mundësi që me amerikanët e fiton sfidën? Po jo, më nuk ka lidhje, unë të bëj unë nuk kam marrëdhënie me amerikanët siç mendon ti, por thjesht unë kam ndjekur vijueshmërinë e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane e kësaj qeverie me administratën Trump. Kam kuptuar që ata nuk e duan marrëdhënie zyrtare Edi Ramën. Përmendë vajzën e zotrisë, vajzën e presidentit. Pse vajza e presidentit Trump nuk i garanton një vizitë zyrtare siç e ka pritur kryeministri Erdogan, siç e ka pritur Orbani, siç e ka pritur presidenti francez? Flasim për vende bërthamore. Franca ka koka bërthamore, miku im. Zotri, më fal një minutë. Turqia po të dojë destabilizojë lidhjen e mesme. Shqipëria nuk e pret Ramën siç e presin këto vende. Po s'ka arsye. Po ja pra do thotë që ka ngërt. Po s'ka arsye. Atëherë, vajza, pse është vajza? Domethënë, ne Shqipërinë duam ti marrim një gjë, po nuk duam marrëdhënie zyrtare. Je gabim pra, të çaloni te. Po të kishte konstatimi i ai do ta ndalonte. Po të kishte problem, ai do ta ndalonte. Jo, në fakti që s'ka problem se ndalon. Fakti që nuk e fton, fakti që nuk e fton, çfarë kupton ti? Normal mos do ta ftojmë. Si do ta ftojmë? S'ka marrëdhënie, nuk ka marrëdhënie të parë. Ka marrëdhënie të ngrira me dy vendeve, është fatkeqësi kombëtare o zotri. Po të kishte marrëdhënie të ngrira e para nuk do të vinte edhe ambasadorja amerikane në Greqi, që është ambasadorja më e rëndësishme në Ballkan për momentin. E dini pse erdhi ajo? Po ajo ka marrë leje. Si ka lënë ato të takoj kreun e narkoregjimit. Tani ta them një gjë në vend. E kupton? Si mund të ta lënë ata? Le të japun një shpjegim. Kryeministri, më fal, ambasadorja Trumpi nuk i di këto gjëra. O kam një gjë. Rubio nuk di asnjë gjë. Presidenti Trump në gjithë linjën e vet politike ka treguar që është po tregohet biznesmen edhe në qeverisje. Këtë ka dëshmuar në Lula Silikon. Po lëre më një minutë tani. Pra, paska një post me një dritare shumë bukur do trokas. Ky biznesmeni kaq i rëndësishëm, ky biznesmeni që shkon që Ramës i ka kërkuar minirat e Bitinskës. Pra duhet të ishte kompania aktor e mbështetur dhe e lobuar nga ambasadori amerikanë në Greqi, kërkon të marri në Bitinsk të Devollit, të marri të fusin në funksion 8 miliardë euro një investim minierat e Bitinskës, kobaltin. Në rregull, hekur nikelin. Tani, ky presidenti i cili është biznesmen që blihet me para, që shkon të jep prona Sazan, pse nuk e fton Ramën atje? Tani pyetje. Po jo pra pse fton Ramën zyrtarisht? Po pyetjen bëhet se do të përgjigje. Pse Ramën nuk e fton biznesmeni zotri? Po e fton mjafton në marrëdhënie private, jo marrëdhënie zyrtare. Ktu kuptojnë që departamenti i shtetit ka një qasje 100 vjeçare me çdo vend dhe nuk pranon tekat e çdo presidenti. Të të them dhe tjetrën, e para një herë Trump nuk ka pritur asnjë kryeminist të një vendi të vogël. Po presi Shqipërinë ky biznesmen sa blej. Pse nuk e blet Trumpi këtë? Pse nuk e blet? E dyta. Pse nuk e blet Trumpi këtë? Prioritetet e administratës amerikane janë bizneset me kompani amerikane. Fakti që ndërhyn një ambasadore amerikane për një biznes amerikan do thotë që Rama po i plotson një kriter të rëndësishëm. Atëherë pse nuk e përfiton o Arbër? Pse këtë linjë ekonomike pse nuk e përfiton në linjë politike të shkojë zyrtarisht të pritet në institucion zyrtar? Është shumë i vogël. Ora 2 milionë banorë. Pritet Sali Berisha në zyrën ovale o zotri. Ka takuar presidentin Obama në zyrë së bashku me Samir Tahiri Edi Rama zotri. Se preska ky pse? Ka ngërç o Arbër, ka ngërç. Thuaj qytetarëve. Nuk e pranon Rubio dhe Susan Wiles Rama. Trumpi nuk pret asnjë. E ke shumë gabim. Ajo që thatë ju është thashë them. Ka ndryshuar samitin e ministrit ka ndryshuar qasja e Trump ndaj sorosistëve. Një drejtor mbarova, një drejtor të dyshëm të Sorosit e kanë administrat miku. Po çfarë lidhje ka me pse Rama nuk përdor? Ore zotri, Rama ka para, ka biznesmen, ka oligark, ka rrug lobuse ka. Pse nuk i shfrytëzon këto për pasur një takim, ta mbaj mend në këtë kategori. Po nuk e pranon. Ore ke shumë gabim. Ne jemi një vend që nuk, Amerika është një vend që nuk të lejon ty që ti përdorësh siç përdor oligarkët për takime për një kryeministër që vajza me një kryeministër që e ke keq raportin. I thua vajzës darkon me Basiri. Po vjen vajzës mund të bësh tani apo tani. Almer, të lutem sepse kjo puna futum shumë këtu. Kjo puna me kushërim duket i çik si legjenda urbane. Sjellja amerikane ndaj Ramës dhe administratës, unë e shoh të sjellja institucionale. Cila është?
mbi 20 deklarime të ngarkuars me punë janë kartel droge, pastrim parash, shqip për qeveri. Kanë ardhur zyrtar të rëndësishëm, e themi zëvendësdim sekretari i shtetit Fleming, Po, Mark Fleming. takoi 2 ministra dhe shkojnë SPAK. Erdhi 2 javë më vonë, drejtori për Europën Juglindore, shkoi vetëm në SPAK, s'takoi asnjë drejtor ministrie, as ministër, as kryeministër. Pra këta janë emra shumë të rëndësishëm për një vend si Shqipëria, kur nuk ndalojnë tek ai stacioni autobusit dhe bulevard, ka diçka që nuk shkon këtu. Dhe kjo diçka është shumë e rëndësishme. Vin te kjo Porto Romanove. U anullua ky tender kur kryetari i dhomës amerikane të aktivës, që sigurisht është një i rëndësishëm në çdo vend që është, sepse edhe mënyra që ai përcolli shqetësimin serioz, besoj se ishte shqetësim amerikan. Dhe Rama, me gjithë turfullimin publik që e dim ne çfarë bëjmë, ditën e dytë ktheu xhaketën mrapsh. Kujtoj në samit e sigurisë në Mini dhe tek inaugurimi i katedrales, kujtoj qafën e zgjatur të Ramës që desh i ran tokë u kput për të afruar tek presidenti Trump, por perimetri i sigurisë që mos shkoj ky individ atje është porosi e kahershme. Dhe tani, kur administrata e re, kur ambasada, kur zyrtarët të thonë, luftoni të kartelet, sepse kartelet shqiptare në Amerikën Latine nuk pastrojnë para vetëm në Shqipëri, i investojnë në Europë, i investojnë në Shtetet Bashkuara dhe ka raste jo të pakta, se të ska enkro dalin këtu, jo pak, edhe investimet të karteleve të drogës në Shqipëri, në Dubai, në Amerikë, dhe ky shqetësim, edhe sipas deklaratës ambasadorësh, është cënimi i sigurisë së dy vendeve. Unë kujtoj deklaratën e ish prokurorit federal Gerland Merrick, kur u diskutua në Senatin Amerikan çështja e Charles McGonigal për korruptimin e tij, ai theksoi që ky është cënimi i sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar. Kjo është deklaratë ta them tani ti. Jo, do të kalojmë këtu direkt te ambasadori. McGonigal është një çështje e mbyllur. Kjo është nuk është. Nuk e di pse po flitet kot, sepse është vendimi i formës së prerë para disa vitesh në SBA. Pse është mbyllur këtu? Ku? Kush e ka mbyllur? Po sepse krimi nuk është bërë këtu, është bërë andej. Si s'është bërë këtu? Po parat nga kanë shkuar. S'ka pasur. Kush e bison shqiptar, ka dalë nga zyra kryeministit thotë. Jo, po mos futemi te dosjet veçanta. Ka lexuar dosjen nuk. Ta lidhim pak me propozimin e Trumpit. Si më nuk pas ka lidhje këtu kur jobat janë vënë në Shqipëri, kur leta ndërtimit janë marrë në Shqipëri, kur koncesionet për naftin e marrë në Shqipëri, si s'pas ka lidhje këtu. Rasti me Gonigal apo po Charlie aksioner me biznese këtu. Rasti me Gonigal. Charlie me biznese, me gjoba